hadith që e transmeton Buhariu dhe Muslimi të dy ata në sahihet e tyre. Nga Ibn Abbasi, i cili thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Unë jam urdhëruar, thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, të bie në sejdë me 7 gjymtyr të trupit. Edhe fillon i numëron pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot e bën me shenjë, thot alal jabhati wa ashara bi yadihi ala anfihi. Thot pjesën e ballit, thot, dhe pastaj e bën me shenjë fjalë edhe nga pjesa hundës, sepse njeriu kur bjen për shembull, do zdotimi i fjalë pjesa hundës dhe ballit do takoj në tokë, vetëm nëse ngrihesh më shumë. Wal yadain, thot, dhe 2 pëllëmbët, 2 duart, wa rukbatain, 2 gjunjët, thot wa atraf al qadamain, edhe ato majet e këmbëve, do të thënë gishtat kur kthehen në këtë lloj forme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon në këtë hadith që thot umirtu, jam urdhëruar nga kush? Nga Allahu xhelle xhelalu, që sejdëja do bëhet nëpërmjet këtyre 7 gjymtyrëve të trupit. Duke qenë se është urdhër dhe urdhri që lidhet drejt për drejt me adhurimet, në origjinë tregon se është vajxhib, pra është obligim, atëherë nuk guxon ndonjëri prej nesh që kur të binë në sejdë, gishtat mos i kthej nga kibla. Por nëse ke vënë re për shembull sidomos fillestarët, binë sejdë dhe ato i marrin zvarr kamët. Nuk janë gishtat të ngulitur në tokë, por janë kështu. Atëherë aty ne i falet, sepse nuk e din. Mirë, po ne duke qenë se e morëm vesh hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili na tregon se jemi urdhënuar nga Allahu xhelle xhelalu që kur të bimë në sejdë, pra edhe këmbët duhet të jenë në formë të tillë, atëherë është detyrë dhe është obligim që sejdja të bëhet në formë të tillë. Ikhtilafi dietarëve, kontradikt në mes dietarëve ka të çështja hundës, a është vajxhib apo jo. Imam Abu Hanife thotë është vajxhib, kurse Imam Shafiu thotë jo. Nëse shkon me ballë në sejdë, atëherë ti e ke kryer atë që quhet edhe në si formë, edhe si traditë, po edhe nga ana gjuhësore me fjalë sejdë, i e nënshtruar Allahu xhelle xhelalu dhe i përul Allahu deri në tokë. Pra, siç i thonë edhe në shqiptarët, e ka vënë ballin në sejdë. Ne dim shumë mirë që edhe hundave në sejdë, por ajo që e ul njeriu më tepër, me fjalë e majti ballin lart, thënë shqiptarët, me fjalë u krenu në etinal. E çoi ballin në sejdë, domethënë ju nënshtru Zotit. Pra gjëja kryesore që është në këtë adhurim, në këtë strukturë të namazit që është sejdëja, qen ka balli. Megjithatë, ky lloj ihtilafi i dietarëve, për më parasysh të futemi në detajet e shitrim se cili e ka më të drejtë, ndërkohë që është gjë shumë e thjeshtë. Kur të bish në sejdë, patjetër që do të bie dhe pjesa e hundës, vetëm në ato raste kur njeriu e ngren hundën. Pse e ngren hundën? Veç me pa mrapa se cilin ka mrapa. Apo jo, me pra nga pas me fjesë se kush u fut dhe kush doli nga xhamia. Çfarë rëndësie ka? Dietarët po ashtu shumica e tyre kanë thënë që nëse njeriu bjen në sejdë edhe me ballin e vet, po edhe me hundën e vet, nëse për momentin hunda çohet edhe bie prap nuk ka problem. E ka përsëritur. Madje Imam Shafiu thotë që nuk është vajxhib fare, vetëm balli të jetë edhe marron punë. E rëndësishme ne po të kryejmë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, vendosim edhe ballin, edhe hundën. Atëre, po të zbatojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi dal nga kontradikta e dietarëve të mëdhenj se a është vajxhib apo nuk është vajxhib. Pra bim edhe me ballin, edhe me hundën, mjafton që nëse njeriu bën sejdë edhe me ballin edhe me hundën, tregohet jo më i sinqert, por tregohet më fjalë më i vëmendshëm dhe i kujdesshëm në namazin e tij. Sepse nuk ka mundësi të shikoj në vende ndryshme, aty përqendrohet më shumë, i këndon ato lutjet më shumë, i bën dua Allahu xhelle xhelalu e kështu me radhë. Tani, po çështja e këmbëve. Ne e dim që durat duhet hapen, nëse këto mund të rinë afër, brylat duhet hapen. Po çështja e këmbëve do rinë hap apo do rinë mbyll? Nuk ka ndonjë hadith të drejtë për drejtë që transmetohet në synenet për me tregu që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka mësuar sahabët se si duhet i lëvejnë këmbët e tyre. Pra bëhet fjalë për hadithe të sakta. Mirë, po kemi një hadith që transmeton Imam Ibn Hibbani në Sahihun e tij, Imam Ibn Khuzaime dhe ai në Sahihun e tij, nga Aisha, e cila thot faktikisht historia që do t'rregojmë tani është e Buhariu dhe Muslimi. Mirë, po çështja se si ka marrë kamët pejgamberi në sejdë është diçka tepër historisë që do të shpjegoj inshallah, është tek Ibn Hibani dhe tek Ibn Khuzaime. Nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thot një natë unë thot u zgjova dhe nuk e pash pejgamberin alayhi salatu wasalam në shtrat. Atëherë thot me një fjalë vazhdova për me shkova e kërkova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa e gjeta kur ai ishte në sejdë, domethënë kishte kërku ku ishte, kjo do thotë që ishte errësirje.
Kjo do thotë që është errësirë, pra ndryshe nga thonë disa që mos u fal me dritë fikse sepse i kanë gjas sufistëve. Ka shfal pejgamberi alayhi salatu selam. Do thoshti nuk ka pas kanil. M'fal, nuk ka pas se korrent çan këto me fjalë. Kandili ka qenë. Audonti kandili ka qenë, siç i ndiste kandilin për shumë gjëra tjera, për më hangur me pipër, më bën muhabet e kështu me radhë, atëherë më fal nizet dhe për të fal namazin. Do thotë që njeriu mund të falet me dritë fik, nuk ka asgjë të keqe. Atëherë Aisha radhiyallahu anha shkon dhe kontrollon ku ishte pejgamberi alayhi salatu selam dhe duke gjetë me fjalë shkon dora e Aishës te këmba e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ishte në sejdë. Ishte në sejdë dhe dy këmbët e veta, dy themrat i kishte bashku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e mbaron namazin pejgamberi alaihi salatu selam i thot e fa akhadhaki shaytanuki, thot çka ke Aisha, thot të cyti dhe të nxiti shejtani jot, domethënë u bone xheloze për mua, i thot Aisha me fjalë e kush nuk mund bëhet xheloz për ty. Me fjalë të kesh burr ty e mos bëhet njëri xheloz për ty. Me fjalë je më i miri i tjerëve, je sultani, je i dërgubi pejgamberit, je dërgubi Allahut xhelle xhelalu, thot ke gjithë të mirat.